Ndryshe. Mirëmbrëma të gjithëve, mi që keni ardhur në Ndryshe, këtu në Top Albania Radio. Se unë kam 1, 2, 3, 4 çuna sot. Edhe Elona këtu. Një të përplasin edhe të ngrem sa. Jo kështu, figurativisht po them. Zonja dhe zotri, mirë se vini sot në Ndryshe në Top Albania Radio në një ditë prilli kur temperatura për momentin në Tiranë shënon 25 gradë dhe është ora 6 e masditës. Jemi futur në zonën prill maj, Big Brotherit mos ju ndaj. Sigurisht do të ndajemi. Do flasim deri në fund maj për të punë. Shafeti deri në fund, derisa ta mbaj puna. Kemi të mirë sot se jemi 2 aktorë, 2 këngëtarë dhe një modele. Ne pa brena. Atëherë prezantoje Bamirsit. Ja tek prezantoj me ne në studio sot në këtë orë të parë të Ndryshe është Kelly. Është Klajdi Familio. Përshëndetje të gjithëve. Gjithashtu aktori i teatrit kombëtar dhe një nga protagonistët e këtij edicioni Gert Ferra. Përshëndetje. Dëgjoj, jo më kot thash Elona që prezantoj ti sepse unë të dy që janë anash Kellin dhe edhe Kana për bashkim gjakësh ta mduket tu më. edhe Gerti mund ta prezantoj jo. Problemi është që po ja them sepse unë nuk e dija që ishte Klajdi sot. Po? Se po ta dija, do thosha që ai mund mos vi, të vi herë tjetër ku të jetë një moderator tjetër. Të nuk goja. Ka Ose një mos vije ti, pse mos vije unë ç'a? Po ti mos vish sepse ti ke ofenduar personalitetin tim. Bravo, folë sa le fol keq atë. Jo, kam seriozisht të gjë. Me vërtet? E kam bërë vërtet, po. U bë një lajm koti që se gjithë fansat e tu mu turrën mua mu vërtet. E mos ta përroni që në nisë programi, tamam. Unë këto gjëra i pres nga fundi që në fillimi i ku qaku. Do ta presim vetëm këtë pjesën ta nxjerrim që u zu Klajdi me Zalcanon. Por Klajdi dhe Kelly, se unë kam qenë molla e sherrit, kam patur Kelly në studio një natë pasi doli nga. Po zihet Kelly, më nuk zihet Kelly ne. Jo, më nuk zihet Kelly, po i them unë Kelly, them jepi durve mendje studios, bëj këngë se Klajdi, nuk sa bëlli është në vend trend Top Awards. Ti je një shtring. U habita ti. Çfarë ndodhi pastaj Kelly? Afrote mikrofonin. Unë nuk është se dia se kush ishte vend parë, vend dytë, vend tretë. Tha ti tha jem vend 4 tha. Klajdi tha vend 3 tha. Riti tha Klajdi tha. Se vend 4 ishte ti. Se ti diçka ti ani parë. Afro. Isha unë një parë, unë një mbrapa. Riti tha Klajdi tha në vend të tretë. Në Top Awards. Çfarë thotë më Klajdi? Se vati deri në treti Klajdi? Po. Ja, vajti. U habita dhe Dhe nuk mbaron këtu historia. Shkon Kelly ke një nga primet siç mblidhen ish banorët dhe Klajdi nuk i flet. Më thon mua që Klajdi flet me Kelly. Gert, kush pëlqen më shumë, Klajdi apo Kelly si këngëtar? Ky imi më ky Klajdi. Sa të bëj atë stimin. Çfarë ndodhi pastaj Klajdi Kelly më tregoni çik. Po ta fare tash shkojmë prime, kisha ditë pa taku. Po ku je më zemra vllai? O më dha, humorist, që bënë? E ma, këto portokallie. Isha në Petro, dhe pajtoj vllai ka. Petro ishe pajtimi i gjallë, zonja Eni. Më merr mamin në telefon. Mirë, çuna. Fal. Një moment. Merr mamin në telefon. Dy skrapalim bashkë nuk bëhem. Pse me mami? Ai Kelly tha, sa ka qesh me ty tha, ju Klajdi. Do më nxefi mami që kështu. Pasi mami më ka vajtë. Dhe nga skrapari kështu jemi jo. Tani mos zil mamin tu tani që të rriqemi ne që të mos kemi gjë. Çuna. Pra jeni pajtuar tani. Jemi pajtuar. Tani është Kelly në vend parë ti ku je? Ku jam unë Kelly? Si Vend parë Kelly. E di çfarë, do ta bëjmë kështu. Ta dëgjojmë çik këngën e Kellyt që është në vend parë, ka publicitet edhe kthehemi pastaj. Ti Gerto ke bënë këngë apo vetëm? Unë me Gerti do kërcej valle dyshë tash. Ja bëjmë gati Kelly dhe Egli. Si pas ka dalë. Kelly Se dhe dhe Egli këndon? Egli dhe Kelly janë të dy bashkë. Unë di që aktor, nuk e di që është këngëtar. Jo, do na shoj ti. Poshtër që Pasu nuk e di. janë. Këngëtare. Hajde xhel, hajde. Kelly dhe Egli ma prezanto pak këngën tënde. Po gjesti kushtë. Hajde Kell. Bo pak prezantues. Se nuk e besoj. po Ja tani po bëhet gati. Se kishim gati ne. Titullohet ti.
Ti pra ti. Jo, dua që ta prezantosh ti nga unë. Ta kemi kështu si zonja dhe jingle. zotrin, përshëndetje nga Top Albania Radio. Do dëgjoni këngën nga Kelly dhe Egli, Ti. Në vend parë. Në vend parë mësar. Po pse Po ti? parë se si. Po që ishte se në gjatë spotit të Gigi D'Alessios për koncertin, unë dhe Salsana ishim bogati që me 28 mars të premte ke Gigi, ëh, se Gigi, se kush na filloi është më Ka një gjashmëri Klajdi me Gigi, në? Vjen nga forma kokës. Gigi. Do dohet kishte suksesin e Gigi D'Alessios? Besoj. Ne jemi rritur me Io che non vivo. Ritma çulaqe ka Me pa. gjitha këngët e tij domethënë. Ky nga pak e çiçi. Unë mendoj që Klajdi ngjan shumë me Mark Anthony. Ma you sang to me. Ka një edhe zëri. Nga Ujaniko. Për shembull një këngë nga Mark Anthony. Inxhinier Mark Anthony. Nga ky brezi. Realisht do ishte super dhurat, nëse do kisha një mundësi që të bashkëpunoja. jo vetëm për mua, po besoj për gjithë artistët shqiptarë që të kishin një bashkëpunim qoftë me Gigi D'Alessios, qoftë me Mark Anthony. Çfarë thua ti shok tash? Ja, kur shkoni ke koncerti thonë në fjalë. Jam unë pemten, jam. Një do nis me Gert. Kush e fiton Big Brotherin edhe pse duhet ta fitoj? Gjithë opinionin tënd shkurt. Çerri do ta Çerri fiton? Po, se s'bën. Ua, po pse e ke quajtur Çerri ti? Çerri pa hajësh bigani shkruta. Ka si me mua, shkruta biçi me mua. Po ta ka heq trurin ty ai njeri kur ke hyrë. Po, pra, po, Ngacmo pikërisht. rrobat, ngacmo. Por ja Klajdi kam ngacmo e ke Klajdi kam divani. dëshmitar okular aty për shembull, që ai me ne të dy me vërtet më grindesh, edhe vinte, shkonte ta fuzte cigaret në xhep, na me se ti s'keni cigaret të dy. Pra, një lidhje të tillë dhe kishim gjithmonë me njëri tjetrin dhe sa ishte mundësia për të qeshur gjithmonë qeshnin. Më mirë, Dhe me njëri që qesh vlla nuk ndihesh kur keq. Edhe ti Gacimet e Lojës i hidhshën i Vadaninë. Jo, ishte për të kuptonte çfarë hajde këtu vllajot. Lotrat e tua janë këto. Xhupi, kputucët, pantallonat. Ti marr dali rrobat, dhe të kuptoj që po ta mora lotrën, ti nuk do të bësh më kështu. Domethënë ju luanit edhe Jo, kishte momente për shembull që ai në moment ndesh nxorri syt mos ale. Nikos më për zotin me pas hyr, dhe ma me Klajdi në fundit. Po, edhe unë ai Pa kujtoj. probleme të rënda, se thashë o plagë se po më qeron ka syt. Jo, një do qeshte. me diellin I bante me pasqyrën me diellin edhe e Po sa në 10 verbonte. minuta. I mora një xhaket vllai të garderoba, do ta heqësh jo, te pishina. Po, fakt, tash e kuptova. Edhe era pastaj iku për i xhiro se kishte gjithmonë cigare. Atëherë Gersera, Edhe futi cigare në xhepi. pse thua që e fiton Gjesti? Pse do ti që ta fitoj Por është Gjesti? i vetmi Çfarë i solli vet- Gjestin deri në finale që njerëzit e pëlqyen, zemra, publiku e ka unë votuar gjithë thënë, po ta them javë. këtu, nuk e kam thënë, po e them këtu për herë të parë. Gjesti erdhi me shkollë të lartë, ne ishim akoma të krapët e klasës parë. Që do thua Që erdhi erdhi i me përgatitur. Me Me një përgatitur fanbase. se në fazë s'kishte 24 orë, s'pati kota përgatiste një jetë, ti thoshte. Po kisha atë eksperiencën në Big Brother Kosovë. Po sigurisht valla, dhe garanci dhe për një Po çfarë është eksperienca e një- Jo nuk ishte, jo s'kishte të bënte, sa le. E kishte ballë të shkollën. Pra do të themi, ti po shkon vlla të aktrosh. Dhe nuk mund ta marrësh një nga rruga ta fuzesh dhe ta parazosh me veten tate. Pra je ditë shumë i si rrihet në sken, si jeve të zëri, ku janë dritat dhe kush një donacion skenik. Kaq. Pra erdhi me A je një dinte këtë gjë, po. kompleksu. Po, dhe për më tepër në Big Brother Kosova kur dole, e pash ai kishte lozur fort. Kishte qenë lojtar, protagonist. Pra dinte shumë mirë që me kundërshtarin lozet me lojën e nervave. Si ndodhi fund fare. Domethënë është më i fortë se Rozana, se Rozana është Laerti. munduar, është munduar. Po, se Laerti s'bëhet fjalën. Mos e prek aty, Jo, mos. më është të vërtetë, Po më sa, pse aty? është të vërtetë. Jo, më mos jesh nëse Laerti të bëhet publicitet që i komponi bën të paguaj kur dalin vëlla. Domethënë sipas teje Gjesti fiton sepse los Fort vllai. Për më tepër, ka ndërtuar dhe relata me Gjestin. Për Gjesti ka një të mirë që e kam thënë, Gjesti dit lozi po s'dita menaxhoj lojën. Kanë janë mundu këto pelivanët t'ja marrin lojën, t'ja xestojnë. Rozana në krye. Kush janë Pelivanët? Po Rozana, kush kanë qenë që kanë dashur të merren me Jozin, me Jozin. Me Gjestin. Lapsus mentum. Po është lapsus mentum se. Dgjoj, po mi po ta them këtu ta ngacmoj më këtë situatë. Jo, më fut sa dush me shpresë. Në rrjetet sociale diskutohet një gjë e tillë që thonë që ajo që ndodhi mes Gjestit dhe Jozit e rriti shumë pritshmërinë edhe atë që Gjesti mund ta fitojë pikërisht më shumë edhe prej kësaj. Komente në rrjet flasim, ajo që ndodhi me 98% e boni 100% vlla. Sipas Gerdit. Nuk është sipas analizës time. Sepse ai është veprimi shëmtuar që mund të japi. Ne kemi qenë shpikam që me Klajtin ne dinim që do rinte javë, por mora vesh që do rinte ishte banori barabart me ne familje. Po një sekondë, po. Se pas ka po kupton. Shumë prej banorëve aty brenda njihnin Gjestin nga jashtë, e kishin parë. Po kodës mos e njihnin, Te Kosovës apo këtu. Po ai shumë nuk e njihnin, pra po ai shumë të ishim unë,
Gerti, Laerti, që se kishim të fare kush ishte. Olsi jo, domethënë. Aldo se njifte fare. Edhe ne menduam që ishte një pasazho, ishte dikush që Ka ta provokoi domethënë. Foto dikët na provokoi. Si tash infiltruari, siç e ka bigu çdo edicion që futni të infiltruar. Kështu e morëm në xhestin. Pastaj vash apo pashkin e shpërtheu ndor të keqë vllai. I kam thënë një gjë. Një sekondë. Lakës i kam thënë një gjë. Ore, mos jemi shumë të plakur ne për ta duruar këtë. Domethënë, un kam nipin që David është më keq se xhesti. Domethënë nuk e di a kanë si brez këtë hiperenergjin apo çfarë. Edhe mua për shembull nipi më nxjerr nga vetja e bam e bum që shtek, por është dhe faktori mosh, është dhe faktori takat. Nuk është se i fut në një kështu nip. Domethënë vetë mendon që fiton gjest? Jo, thash këtë. Ai gjesti ta mbyll Gerdiot. Ka dhe një sens shumë të mirë njerëzor brenda. Pra mos ta heqë. Po pra e tha Gerti, aty ku provokon, aty tërhiqet, aty ku ty nervat, aty fut një cigare ke xhepi dhe ka treguar. Ka shumë njerëz që i syret i si bajame si fëmijë vëlla. Ta them vërtet Gerti. U ka pas momente. Ka shumë mirësi. Mirësi, realisht mirësi. Ma dha dhe mua këtë energji kur e intervistova. Ta them që me shpirt dhe unë i dashur me atë kam qenë me Klajdin, kur i kam prekur dorën me kallot i fëmijës, ai ishte 24 vjeç, 20 vjet poshtë meje, më mush syt me lot. Pra ishte detuluar. Gjaj kishe punuar. S'po ke dhënë S'po kemi mos e donti më. Po do të lë të çeta po tash. Edhe sa më mush syt me lot. Jam detyruar të marr familjen ta që fëmijë tha vëlla. Pra njëri që ka filluar nga zero, nuk është njëri që vjen me luksin e të pasurit të qenë dinasti. Jemi dinasti. Kelly, si mendon ti, kush e fiton këtë Big Brother? Ose më saktë, kush do doje ti dhe kush mendon që e fiton? Ti ke thënë këto kur je pyetur pas daljes tënde nga Big Brother, por nuk e di çfarë ka ndryshuar, se tjetër perceptim kur je në sekond pasi lë shtëpinë aty në studio me Ledionin, me Arbin, me Netën, edhe tani që disa ditë kalojnë dhe ti je edhe ç'bëhet jashtë. Jo, perceptimi ngelet po i njëjtë. Mendoj se gjesti do jetë fituesi i këtij edicioni. Ka dhënë dinamika, ka dhënë shpirt, ka dhënë grind, ka bë lloj intrigash mend, ka bë lloj lërash, ka bë me fol me vete, ka fol po prap me vete, me pasqyrat, me çdo lloj. Do më thënë e keqja është ku i flet murit është mirë, por ku të kthe muri përgjigje është pak më problem. Si e komenton ti sot? Kishte dasëm dje, buje madhe, qefi madh, propozoi vetë që të kishte dasëm, mori unazat, këndoi, donte shumë të ishte Remzia. Duket se erdhi ftesë, se ata i kishin për ftesat mora vesh. Ata të dy. Nuk e di. Ata të dy. Nuk e di që është në park ky, pra. E komentuan. Ka pas shumë ushqim. Ka pas shumë ushqim. Pra çifti ka bërë ftesat e dasmës dje. Egli dhe Kelly është në vend të parë dhe Egli s'ka ftu Kellyn s'den e keq apo sa drifte. Imagjino ka duetin me të se ka ftuar në dasëm. Po mirë më të imagjino atë që ky është Kelly, se ka dhe familje që të fton vllai dasëm. Po më është super me gjëra lafi. Sinqerisht, rigjove shumë të fal. Mi vetëm që nuk e hoqi kufjet kur u transmetuan nga jota. Afrojmë mikrofonin. Jo. Pa kakofoni, please. Ideja është mos sinqerisht mbot qefi, nuk ka lidhje kam qenë i ftuar, s'kam qenë i ftuar, domethënë mbot qefi ku dy njerëz pak a shumë e kanë atë kimin, pa shkak se loja ja u vështirëson pak atë punën e shprehjes ndjenjave, por që sinqerisht i pash ishin goxha të lumtur në atë moment. Se ditën që Egli ka lënë shtëpinë e Big Brother, ditën që ishte keq që kërkoi për arsye shëndetësore të dilte, Kelly ka qenë thuajse pranë saj gjithë ditën duke këshillu, duke i nejt pranë, se janë shumë shok edhe jashtë, e kupton? Jo, nuk ka të bëjë. Domethënë ta kesh qartë nga unë për shkakun që nuk është se kam as i lloja tërmbetje për shkakun se nuk është. Po të njohun ti çfarë djali i emrit ti e Flori. Nuk është se kam tek kjo. Kush e ka ndihmuar më shumë Kelly, kush e ka ndihmuar më shumë Xhestin? Lidhja apo loja që ka bërë? Loja, s'ka lidhje fare lidhja ishte diçka që i dha më tepër shtys, domethënë ishte diçka dinamik që mblidheshin gjithë banorët dhe kapeshin po prap me këta të dy. Por që ku ka hyrë ai ka pas dinamikat e veta, domethënë absolutisht edhe Egli u bë më tepër mburoi që bëshë pjesa e dinamikës. Përshtypjen vjen Kelly që domethënë një pjesë e mirë të intervistuarve të mi nuk thënë ti që e ke dhe shoqë, nuk thënë për shkakun që shofe Eglin ta fitoj. Të gjithë janë të ndarë në 3 emra të tjerë. Nuk e shifin në finale me sa diun. Se ndodh kjo, se është për të pyetur. Jo, domethënë jo vetëm për ty, por është për ta biseduar. Asnjë nuk e përmend as për finale. Dhe doli, si më thën, për te pritshmërive. Unë e kisha një nga finalistët e mia, e kam patur gjithmonë një vajzë që ka dhënë shpirtin në atë lojë që ditën një mirë apo keq. Po pse Egli kaloi gjithë jo pritshmërit? Edhe më përgjigjem nga shumë. Ja, Klajdi do përgjigjet. Klajdi?
Faleminderit vendi parë. Vendi i tretë, vazhdo. Faleminderit. Kam thënë më Tani flet vendi i tretë që ka qenë dikur. për ta mbyllur për gestin, do të thoya atë që tha Gerti, në shumë momente e ka treguar që është një djalë me zemër të mirë dhe të madhe, pavarësisht lojës, pavarësisht moshës, ai është unik. Përfaqëson brezin, përfaqëson veten. Mirë, pyetjen time e dëgjuat apo? Jo, se isha në telefon me mamën. Mund të japësh një përgjigje? Domethënë, kaçja ime e finalizë mbas daljes së Amberit e kështu me radhë ka qenë Gerta, Danja, Laerti dhe Gjesti. Sigurisht për mua loja mbaroi. Kemi vazhduar më pas me shaka shtriga. Këto janë referuar personazhit dhe lojës. Ne me njëri tjetrin nuk kemi asgjë personale. Me këtë llafë dashis për më. Jo, po flas për veten. Për Eglin. Po as me Eglin nuk kam gjë. Kush është Striga? Këta, po bëj shaka me Rozan, më strik, Rozana. Pra, thënë kjo loja për ne ka mbaruar. Tashmë jemi të zhveshur dhe mund të themi vërtet ato që mendojmë ne që ndjejmë. Atëherë më thuaj, kë mendon ti që do të fitoj Big Brother dhe pse? Po, Amber më iku, Danja më iku, Isha me Gertën. Fillon nga java parë. Na ishte një herë, ishte një dhjetori. Kush e fiton Big Brotherin dhe pse? Buj emër ty. Pse nuk mund ta them? Se nuk e ka gjetur Stereo Spase ke romani i tij fapshëm përse, por pse ne ka pasur në këtë pikë të lojës, tani që më iku Gerta, domethënë nuk e di, domethënë se un kam qenë gjithkohës koherent me atë që kam thënë, pavarësisht se mund të kem menduar të ndjer diçka dashurin tënde për Laertin. Po pra, tani që më iku Gerta, po bëhem çik me lake, e kuptoj se. Okej. Më tha më frik këtu. E po ik vetëm me Laerti për ty. Mund të i përgjigjemi pyetjes që bëra pak më parë apo e hodha kështu Jo, na ti ajër? kam thënë kur kam dalë nga shtëpia kush e fiton Big Brother. Se thotë ti. Laerti. Po, Kur Ke thënë ti? Po. ky bën kot më. Po ç'ne? Ky është personazh i këndshëm. Nuk e di se shpata një vegim kështu, një fanepsie. Ky është lapsus mentum apo jo? No. Çfarë të fjalë pastaj për të keqen. Po thosha pse asnjëri nuk e priste Egli në finale dhe asnjëri nuk thotë që mund të jetë emri i fitues. Ta them pse, sepse loja virtuoze për mua dhe e pandalueshme asnjë sekond. Nga dita 1 deri ditën 116 e Gerta Kixharit për mua ishte një gjë që duhet vlerësuar. Por unë them që publiku ndoshta ndryshoi mendjen. Për historinë e dashurisë që ata po e lidhin në ndryshojmë pas shpullës shëmtuar, gestit shëmtuar që ndodhi midis Jozit dhe Xhesit dhe për atë u bëm më sensitiv dhe pat nevojshme që do të rrinte Egli afër Gertës. Por për mua Gerta është një fituese morale e asaj shtëpie që nuk do ta tetërsoj kurrë. Se e kam parë se sa koherent e ka qenë, e kam parë dhe se sa zemër të madhe ka parë dhe Lotin, aty syrit akull që thonim të dy bashkë me Klajtin. Ky ka një syt akull. I kam parë dhe sensin e mëmësisë, që unë e kam bërë copa atë njëri, ka qenë aty Klajti prezant. Për sensin mësi që i tha Rozana sa fjalë, që sa tha Rozana në fund fare se kishte thënë. Se e pyeta. Jo, sinqerisht edhe unë kam net goxha me Gerta kishte një gjë që ditë ditë poshtë, ale, të donte, të mblonte, se kishte gjithmonë vëmendje të mos të gabonte me ty. Do të thotë ti mendon që nuk e kanë votuar vetëm për që Egli të jetë në afër me Ndryshoi Xhesin. momentin e fundit kursi. Jo mos se ishin mbyllur televotimet, me sa kujtoj tani, ishin mbyllur televotimet, televotimet. se a fut kot publicitet, kthehemi pas pak.